Reagon Gjenita pasi gjesti bëri follow kësaj bukuroshe. Pak ditë më parë, gjesti ish banori Big Brother ka bërë një lëvizje të papritur dhe interesante, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Ai ka vendosur të ndjek Kader Kicaj, një tjetër ish banore këtij formati nga sezoni i dytë, një veprim që nuk kaloi pa vënë re nga askush. Kjo lëvizje ka ngjallur spekulime mes fansave dhe ndjekësve të të dyve. A ishte ky një sinjal i ringjalljes së lidhjes së vjetër apo thjesht një gjest miqësor? Ky moment ka sjellë një reagim të menjëhershëm nga Gjeneta, që duket se nuk kaloi pa ndjerë xhelozinë. Në postimin më të fundit të Kaderit në Instagram, Gjeneta shoqëroi postimin me një koment duke shkruar: "Unë jam xheloze." Ky koment e nënshtroi bisedën në një atmosferë të tensionuar, duke sugjeruar se ndjenjat mes tyre janë ende të pranishme. Përgjigjja e Kaderit ishte miqësore dhe plot shaka. Duke buzëqeshur, veç shuk i jemi, duke hedhur poshtë çdo aludim për diçka më shumë, por si gjithmonë, një çështje e tillë është e hapur për interpretim. Duket se ata preferojnë të mbajnë një distancë emocionale, por ndjenjat e shkaktuara nga interaksionet e tilla janë gjithmonë të pranishme. Mos harroni të bëni subscribe kanalin tonë për të ndjekur lajmet më të reja.